Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkodër u zhvillua Kupa e Shqipërisë në Taekwondo, me pjesëmarrjen e të gjitha ekipeve kombëtare. Ekipi Vllaznia Taekwondo regjistroi një sukses të rëndësishëm duke u shpallur kampione me ekipin e fëmijëve dhe duke siguruar vendin e dytë me ekipin e të rriturve, të rinjve dhe para të rinjve. Duhet të theksuar se ky sport, sidomos vitet e fundit, ka marrë një zhvillim të dukshëm në të gjithë vendin, veçanërisht edhe në Shkodër. Çdo vit taekwondoja ka një masivizim shumë të madh, normal përveç kryeqytetit edhe në Shkodër, në zonën e Veriut, po përhapet. Kemi formuar ekip në Bushat, ku aty e drejton Nikolin Perzefi dhe Edri Hoti, ndërsa presim që të hapi dhe një ekip i ri në Koprik. Gjithmonë Shkodra ka qenë shumë mikpritse, shumë bukur kemi kaluar, ne e kemi shumë dëshirë që të vimë në Shkodër gjithmonë. Pra Shkodra është dashni, si thonë. Në rrethet e tjera ka filluar duke u rrit masivisht. Janë shtuar edhe palestrat ashtu. Po gjithmonë edhe këtu në Shkodër, gjithsesi e ka sasinë sportistëve që duhet që të ketë një palestër. Në total morën pjesë 68 sportistë, të cilët arritën rezultatet e larta, 14 vende të para, 21 vende të dyta dhe 25 vende të treta. Performanca e ekipit konfirmoi nivelin e lartë të përgatitjes dhe rritjen e vazhdueshme të këtij sporti në Shkodër. Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë pozicionin e Vllaznisë si një prej ekipeve më konkurruese në taekwondo në shqiptare.